Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut azza wa jall. Salavatat dhe selamat I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira Allahut azza wa jall qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik, mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë atë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjëratën e radhës tek cikli I ligjëratave Këshilla nga utakët. Jemi edhe më tej në këshillat e sahabiut të nderuar Ali ibn Abi Talib radiallahu an. Këshilla radhës ka të bëjnë lidhje me çka e prish situatën edhe gjendjen e një populli. Aliu radiallahu anhu thot, gjendjen e një populli e prishin tre gjëra, tre elemente. Elementi I parë është kur e vendos dvoglin në vend të madhit. Elementi I dytë është kur e vendos të paditurin në vend të diturit. Elementi I tretë kur e vendos në pozitën e udhëheqësit njeriu që nuk e meriton me qenë udhëhec. Feja Allahut azza wa jall nuk e sheh përparsinë apo përparimin apo prapambetjen e një populli vetëm si rastësi, por është sheh si pasojë e rregullave morale, e rregullave shoqërore dhe institucionale. Nëse ajo shoqëri, ai popull I zbaton ligjet e Allahut azza wa jall, ligjet morale, institucionale, ka me qenë popull I shpëtuar dhe përparimtar. Nëse nuk I zbaton këto që I potencuam, ka me qenë popull I shkatruar dhe ka me qenë popull I prapambetur. E para prej tyre, thot Aliu radiallahu an, vendosja e të voglit në vend të madhit. Kjo është përmbysje e rendit moral dhe shoqëror. Islami I jep përparësi dhe vend të veçantë atyre që janë të moshuar, atyre që kanë përvojë. I jep Islami respekt, nga se shumicën e rasteve njerëzit që kanë bo mosh kanë fitu urtësi, përvojë edhe stabilitet në jetën e përditshme. Për të arsye Allahu tha: "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë. Andaj Islami apo ajeti kuranor në fjalë që potencuam, edhe pse në mënyrë direkte flet për dijen, po në mënyrë indirekte përfshin edhe pjekurinë, përfshin edhe përvojën. Nuk mund të quhet I njëjtë ai I cili ka marrë zanat dhe vazhdon atë zanat para 20 viteve me atë që ka hi para 1 muaji. Nuk ka mundësi me qenë I njëjtë ai I cili ka marrë rrugën e diturisë para 1 viti, ai I cili ka bu 40 vjet në këtë rrugë. Nuk është I njëjtë ai hoqë që ka filluar që 1 vjet imam me atë që është apo I ka bu 40 vjet si imam. Për të arsye ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men lem yarham saghirana wala yahtarim kabirana." Nuk është prej neve I cili nuk e mëshiron pra fëmijën të voglin edhe nuk e respekton të moshuarin. Për të arsye vendosja e të rinjve do thotë që nuk kanë pjekuri mbi të moshuarit që kanë përvojë. E para që ka ndodhë është dobëson autoritetin moral. Nuk I jepet merita dhe haku I atij që e ka merituar, I atij që ka bo përvojë. Unë e di që inteligjenca e njerëzve dallon. Dikush e merr zanatin për 3 muaj, dikush për 10 vjet, kështu me radhë. Mirë, po ai që ka ne që 10 vjet, paku I din si dëmtohet makina, si përparohet makina, din dhe ka përvojë, mos pas ditë kurrë 10 vjet me ne para shefit, për ati që ka zanat nuk është pak. Se ai ka pa, ai ka ndi edhe ka përvojë. Për të arsye, dhënia përparësi
e të voglit para të madhit, e prish rendin dhe etikën morale. Për të arsye, në familje kush i ka 4 fëmijë, 3 fëmijë, 5 fëmijë, privilegjohet i madhi se shumica brengave bin mbi supet e të madhit. Privilegjohet pastaj edhe i vogli, pse hajtë të thonë sugari, në fakati, ke interna me ka pas. Edhe pastaj, as i ka këshirë prind kër u martu, as ku gjenë puna desin prind, fillon me rejt gjykës të pame. Fillon me folë të pame mu lavdru, shka jetu lavdru? I konë ma i vogli, gajle s'ki pas familje, as me pagu rryma, as kur gjoha, as prind si ki këshirë, i da, për shka përdo mu lavdru? Për shka përdo me marë merit, qëfar merit e të lypë? Adaj, duhet me ditë rendin, duhet me respektua i cili ka sakrifiku ma shumë. E shumicën e rasteve ndodha i cili do të është ma i madhe. E dyta është e prish hierarkinë shoqërore. Shikoni çdo pushtet, qoftë musliman, qoftë të tjerë, shumicën e rasteve, kur kam pas hierarki familjare në pushtet, pushteti ka shku me rend, s'ka shku pa rend. Dhe kanë respektu këtë hierarki. Gjithashtu krijon konflikte brezash. Mundet me bo dhe një dallim me pas. Ka një njëri që është i vogël, po është tepër inteligjent. E qesin pikë klasës parë, 3-ën, pit 4-ën, 6-ën. Ka përjashtim, ama ki përjashtim është një në 100.000 njerëz. Ama jetë me bu padrisi. Mi adhon hakun, ati që e meriton, edhe mi adhon hakun, pra apo me rendit s'pa ku renditja me shku me rend. Mos me shku do thot pa rend. Për të arsye Aliu thot, prej shkaqeve të shkatrimit të popujve është kur e vendosin të voglin në vend të madhit. Andaj ka thoni Ibn Hajir rahimahullah, mos respektimi i të mëdhenjve është shenjë dobësimit të umetit të pejgamberit alayhis salatu wasalam. E dyta është vendosja e të padrejturit në vend të diturit. E këtu pastaj që ky rend i dytë e përmison të parin, ç'e përmison? Çka thot Islami? Ani pse sugari, ani pse është më i vogël, nëse është ekstrem dallimi ndije i jepet përparësi atij që është i vogël. Atij që ka dije më shumë. Një vlen edhe pastaj te dalja imam. Shumica e xhamatit për shembull janë të njëjtë ndije. Kjo del hamin, ai del hamin, kjo di kulu Allahin, ai di kulu Allahin. Ku gjem puna me dal imam. Njëra prej arsyeve që respektohet është del është ai i cili del që është më i vjetër. Edhe te puna muezin lëkut, që është më e lehtë se imami, ama ka vlerë më shumë se imami në Islam. I jepet përparësi atij që është më i madh. Atij i cili do të ka një farfol me kushtimisht po them stazh në punën e faljes së namazit. Andaj vendosja e ignorantit në vend të diturit është krizë e dijes dhe është deformim i të vërtetës. Pse sot shoqëritë kanë kaos? Për shkak se flet ai i cili ka parë, flet ai i cili ka pushtet, ai i cili ka dije i thuhet atij rrite se ti s'ki dije, s'ki fuqi, s'ki pushtet, ti rri. S'ki parë, për shka bu fol. Andaj deformimi i koncepteve e sjell krizë, në krizë të madhe shoqërinë, si në aspektin e deformimit të vërtetës edhe në aspektin e vlerësimit të dijes. Dituria në Islam është kriter i ngritjes së vlerave edhe kriter i përgjegjësisë. Andaj dituria apo njeriu me qenë i pari, dituria i jep privilegj njeriut. Dhe normalisht nëse na nuk japim privilegj njëri dijes, atëherë e kemi hub konceptin e dijes, vlerën, dhe kemi filluar me deformu të vërtetën. Dhe vendosja e njerëzve ignorant dhe dhënia përparësi e njerëzve ignorant sjell deformime të ndryshme. Deformimi i parë është deformim në besim, deformim në moral, deformim në ligj dhe në praktik. Se ai i cili është ignorant, ai nuk vet rend. Ai i cili ignorant është, nuk vet a shkelet besimi, a nuk shkelet, a shkelet kondita, kodi moral apo nuk shkelet. Më rëndësishme është marrë dhe pushteti dhe deri tek pasunia. Për arsye, Allahu azza wa jalla ka garantuar dhe ka thënë: "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladhina utul ilma darajat. Allahu azza wa jalla ngre gradat larta mesin tuaj ata që kanë besuar, por nga besimtarët i ngren gradat larta dhe të veçanta ata që do thot kanë dituri të fesë Allahut azza wa jalla. Pejgamberi selam e ka paralajmëruar këtë situatë dhe këtë gjendje që njerëzit udhëheqës kanë me qenë shumë prej tyre ignorant të paditur. Dhe i dërguar Allahu ka lajmëruar për këtë zaman dhe për këtë kohë dhe ka thonën kur të humbet dia, kur Allahu a merr dijen nga mesi njerëzve, duke vdek dietarët, njerëz të mëçëm, njerëz të dijes, njerëzit do të marrin për udhëheqës, njerëzit e padijes. Ata do të japin fetva pa dije. Edhe me këtë fetva ata humbin vetveten edhe i humbin të tjerët. Përpara kur u zgjedh muftia, kryetari, ai edhe ka dhënë fetva, edhe ka marrë mezhlise. Ndërsa sot edhe nëse zgjidhen kryetarët e institucioneve fetare, shumë herë na ndodh që pe ati nuk mirret fetvaja. Për shkak se nuk është i pajisur me dituri. Ana ka marrë njerëz udhëheqës që kanë me qenë ignorant, edhe kanë me shit këtë fe për një të mirë të kësaj bote. Kanë me shit këtë fe për gjëra elementare, qoftë edhe për të arrujt për shtetin e tyre, me shkel konditat fetare gojle nuk e kanë. Dhe normalisht pasojat e kësaj përbytje janë të shumta. E para është legitimiteti i gabimit. Ata që i ka për rreth kjo udhëheqës fetar apo shtetëror, të gjithë janë të vetëdijshëm që ky vendim që ka marrë kryetari, qoftë i komunës apo i institucioneve fetare pas islame, është gabim vendimi. Por heshtin edhe nuk e kritikojnë për vendimin e gabuar të marrë apo për fetvan, për shkak se rrezikojnë pozitën e tyre dhe humbjen e punës. Allah i na ruaj. Çka bën kjo? Le bon legjitim gabimin. E normalizon gabimin në fetva. Edhe me këtë fetva ai devion vetveten, edhe çka është më keq devion edhe të tjerët. Imam Ahmedi ka ne stoik. Edhe normalisht ju ka rreziku jeta, ka pas me u mbyt vetëm për një fjalë. Cila është ajo fjalë? Thuaj se Kurani është i krijuar, nuk është fjalë e Zotit. Njerëzit për dietarëve kanë shkruar, kanë thënë Imam Ahmedi thuaj se është fjalë goje. Edhe shpëtoje jetën tënde. Imam Ahmedi ka thonë, unë e di që është fjalë goje, po është fjalë e madhe se si thonë njerëzit hoxha, tha Kurani nuk është fjalë e Zotit, është i krijuar, krejt njerëzit e thonë këtë fjalë mas meje. Unë e shpëtoj jetën time, ama shkatroj xhamatin. O do të ka qenë primare me mbrojt feja e Zotit, me mbrojt besimi i muslimanëve. Është rah Imam Ahmedi, është burgos, ama me ndru fetvan nuk ka pranu me ndru. Se ma shumë ja ka pas gajle atyre që vinë mas ti xhamatit, se sa që ja ka pas gajle jetës e vetë. E dyta është përhapen risit dhe shtohet vrulli ekstremiteti mund mesin e muslimanëve. Kur legjitimohet gabimi, kur vendoset njeri i paditur ignorant, në vend se të vendosur i dituri, ndodhin pastaj hallakama. Pastaj ndodhin shpikje në fe. Pastaj ndodhin veprime të ekstremizmeve të ndryshme në fenë e Allahut azza wa jalla. Për shka? Për shkak se është vendosur në vendin e duhur, pra është vendosur ignoranti, e nuk është vendosur ai i cili i ka frikë Allahut azza wa jalla. Ajo që ka më keqja pastaj është humbet besimi i njerëzve në institucionet fetare dhe shoqërore. Njerëzit e humbin besimin te institucionet fetare, e humbin besimin te hoxhallarët, prisit e tyre, edhe te njerëzit komunal, shtetëror. E kur humbet besimi, shtohen protestat, shtohen paknacit, shtohen problemet, edhe shka bëhet grushteti edhe hupet koncepti i jetës dhe i udhëheqjes fetare dhe politike. Përpara, komunizmi ka mjell ideologji të ndryshme, me të vetmin qëllim që me e rënu fenë. Dhe të caku kryesor ka qenë te komunizmi me urxhu hoxhallarët. Se si ti urxhojsh hoxhallarët, si të folsh keq për hoxhallarët, ma lehtë është me fol për islamin pastaj. Ideja e komunizmit ka qenë me sulmu islamin përmes kuna,
përmes atyre që e veshin islamin, përmes atyre që kanë gjybe, që kanë kapuça. Kur ata i eliminon, edhe kur ja jep luksin çdo njerit me fol për hoxh, pastaj letësh me fol për islamin, apo me fol kundër islamit. Okej, përpara ka qenë komunizmi, tash kush është? Tash vetë buhemi fajtor që njerëzit me fol gjëra të tilla. Andaj i thot Imam Gazaliu që nëse vendoset njëri ignorant pozit fetare, shoqërore, kjo vendosje është nga sëmundjet më fatale të degenerimit dhe shkatrimit të asaj shoqërie dhe të atij populli. Për shkak se humben konceptet, humben idealet, luftohet për pozit, luftohet për nefs, luftohet për epsh, luftohet për pare, edhe mos ka ideal të ata udhëhec. E treta, që të Aliu radiallahu anhu është vendosja e njeriu të pamerituar në pozit udhëhecse. Çka ndodh kur vendosmi në njerëz të tillë? E shkatrojmë, do thotë drejtsinë dhe e humbim besimin shoqëror. Për shembull, dëshirojmë u vendos edhe më zgjedh kryetari i Bashkisë Islame, klikave çka bën, e përgatit terrenin mbrëmje, sikur politik, i përgatit votët edhe kur vjen mas drek me votu, ti veç jeti formalisht, e çon ngishin formalisht se çdo gjë është vendos. Zgjidhet kush ku ne shkon për çefi, edhe kush është në klikën e filanit. Zgjedhje ka edhe në për Evropë, ka edhe në për, do thotë, njerëz që nuk kanë islam, po shpesh ata dinë më organizu më shumë se na. As nuk krijohet urrëtie mesin e njerëzve, as nuk krijohet përçarje, as nuk mirët veç që ajo zgjedh apo tjetër është zgjedh kryetar. Andaj në islam duhet me meritu me qenë udhëheqës, edhe me pas, do thot, besim, me pas el amana. Këto janë dy shtyllat kryesore të udhëheqjes së sigurt. Kur kanë njerëzit me i pyet ku ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hala pa marrë vesh u bu pejgamber, i kanë vetë çfarë njeri është ky njeri, Muhamedi. I ka thonë është el emin, është njeri besnik. I ka thonë është, apo i ma lidhet farefisnore, është njeri që e ma fjallën, është njeri që nuk të rathon, e ma besatimin e dhën, këto cilësi ka. E këto cilësi do të me pas një, do të udhëheqës i shtetit, i komunës apo institucionit fetar. Nëse dëshiron mos me pas krizë shoqërore, krizë në aspektin e besimit, edhe krizë në aspektin e moralit. Për të arsye, Allahu azza tha, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Allahu ju urdhon që t'u jepni amanetet aty që e meritojnë me i marrë ato amanete. Edhe kur gjykoni mesin e njerëzve, të gjykoni me drejtësi. Andaj amaneti nuk është punë e lehtë. Është përgjegjësi e madhe fetare, përgjegjësi të cilën e kërkon Allahu azza wajel. Nga se prej gjërave të fundit para kiametit që kanë me u humb mesin e njerëzve është lënia e namazit, edhe hupja e amanetit. Namazi lihet në tërësi nga shumica e njerëzve, edhe hupet amaneti. Dhe normalisht Allahu azza wajel për të treguar që amaneti është prej gjërave kryesore të karakterit të muslimanit, kur ka fol për idhtarët, kur ka fol për trashëgimtarët e Xhenetul Firdausit, ka thonë walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ata të cilët i marrin emanetet edhe premtimet që u kanë dhënë njerëzve. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë pritni kiametin, pritni shkatrimin kur çështjet i jepen atyre që nuk janë meritor për to. Kur çështjet i jepen atyre që nuk janë të drejtë për të. Do të i besohet imamllëku dikujt, por nuk është ai meritor për atë imamllëk. Se nuk është lehtë me udhëheq në xhami, nuk është lehtë me udhëheq në fshat. Si në aspektin e besueshmërisë, si në aspektin e përgjegjësisë së punës, si në aspektin e imanit besimit. Nëse e merr janë 4 imama në fshat, e merr atë ai i cili nuk është meritor, pritet shkatrimin e atij fshatit. E ka marrë ai tjetër se është më i fuqishëm, e ka mahallën më të madhe, është më i fortë në çdo aspekt. Ose kur e merr aspektin udhëheqjes politike, ai i cili është i fuqishëm, por nuk është i denj për to, pritet të thotë shkatrimin e atij popullit edhe asaj shoqërie. Gjithashtu
Kanë thonë ulemaja, vendosja e udhëheqëve të pamerituar e bën pushtetin, do thot qerdhe, edhe e bën pushtetin mjet interesash të njerëzve të ndryshëm. Më nuk ka ideal, më nuk ka në atë kuptimin e fjalës etik. Kur kanë shku të Omeri më konsultu dikush piromakve, edhe me vetë për udhëheqjen islame që shbuhet, ose me diskutu, me vizitu që shbuhet udhëheqja shteti islam, Omeri radiallahu an e ka ndalë qirin edhe e ka kallë qirin e vetë. I ka pas 2 qira. Qiri i parë ka qenë, sa që ka qenë ku atër, qiri që e ka dhejtë i parë ka qenë i komunës, apo i shtetit islam, i dyti qiri personal. Kur kanë thonë krerët të romak, po pim qaj një farforme, po diskutojmë shlirë, Omeri e ka shuk qirin. Kur kanë thonë me diskutu për çështje shtetërore, që udhëhiqje shteti, komunale, e ka shuk ke qirin qetër e ka kallë qetërin. Edhe udhëheqët romak ju në habit. I ka thonë, shka janë këta 2 qyra, herë për shuk njënjën, herë për kallë tjetërin. I ka thonë, sa që po del, kalon muhabetit, diskutimi jonë, biseda jonë, sa që po del interesa personale, thot për shukje qirin e shtetit. Se është përgjithësi e kejve. Nuk është let me dirë qeshmën e komunës, ujin. Shpërdurimi i ujit është haram të kejt, ama institucione komunale, shtetërore nuk është let, edhe fetare. Për shembull, 2 litra abdes me harxhu, me marr ujë të shtëpia, është maron se me harxhu 1 litër në shkollë, në komunë edhe në xhami. Se është pronë e kejve. Është përgjithësi kjo. Amanat është. Për të arsye Omeri, kur ka kalu biseda formale, interesa personale, e ka shuk qirin e komunës, e ka kallë qirin personal. Kur ka kalu biseda shtetërore për çështje të udhëheqjes shtetërore, e ka kallë qirin e shtetit, apo qirin e komunës. Për atë arsye në kohën e Omer ibn Abdulazizit, shikoni që domethënë udhëheci i drejtë. Në kohën e Omer ibn Abdulazizit të ndëruar xhamat, kjo nuk është prallë. Kur kanë ardhur pasanikët në komunë apo në shtet, me dhon zakatin, s'kan pas ku në mjaqu zakatin. Kanë trokit derëm derë, për shkak udhëhecia e drejtë e ka bo që shtresat në popull t'jenë ja 80% mesatare, 20% më të pasur, dvarfo s'ka pas. Kur vjen kjo kohë? Kur nuk shndrohet pushteti, qoftë institucional fetar, qoftë politik, në interesa personale, nuk bëhet qerë dhe interesave personale. Kur sapi mush gjepet më shumë. Allahu akbar, Allahu akbar. Unë e di që s'kena mundësi mu bo si Omer ibn Khattabi. E di që s'kena mundësi mu bo si Omer ibn Abdulazizi, që morali dhe jonë shembulltyra ma e lartë e qeverisjeve politike dhe fetare, për spaku të mundohemi t'i kursejmë këtë punë. Për shumë Allah i cili është në komunë, ka me dërgu një dokument komunës në postë. Posta me komunën i ka 500 metra. Kontrata është kun që ki drejt me marë kjerën. Po ta shkalla balak, kolon, dimër, kalla klimën, hargjit nafë ma shumë. Sa abonë rotullimin për komunës kënej, me arën postë, me lonë dokumentin, me pagu parkingin, pestaj me shku, nëse më vjen kumë, qka jep me kuptu? Jep me kuptu që këtë punë e ki marë për një me. Jep me kuptu që e kini Allah mbi 7 ka qetë që po qef qka e të bo. Edhe treta perunin interesin e popullit, taksët, tatimet e gjematet dhe i njerëzve që po i pagu pa i runë. Ani pse ki në kontrat legitimitet, me marë kjere, me shku të Moravica, me shku të posta, me shku aqe, po nuk e merë se e runë vetën. Nuk e merë se një ditë ki mu pyë se amanet e ki pas këtë pushtet. Gjithashtu, shkatrohet drejtësia sociale. Kur shëndrohet pushteti interesa personale apo interesa klanore, pastaj shkatrohet drejtësia sociale. E pagun rrymën ai i cili i ka 4 rroga, ma lire pagun. E pagun ai qetri rrymën normale i cili merr social. Apo merr social njëri që i vozit 10.000 euro kerr. Me sytë e mia kum pa unë. Kum pa njerëz, ç'to po jetoj? Ç'e të bobi thon? Me thonë që ka me marrë 70.000 çfarë fëmija ka 14 vjet i kanë martu. Kom ha me marrë social, la.
Pse e ki njohë shumë ato të kalon të e homoseksual për mëra? Kej që i ke social, deshte apo nuk deshte, ki me vjellë vënerë, zjarë me të në gjykimet. Ja ki marë ati në që shkatundi që, e me jeton me marë pas e ka marë se s'ka njëfësi. S'ka para dhe nuk dharru shvet. E treta kanë thunë në moja, e qonë shoshrin drejt anarkisë morale. S'ka mu ati moral, kod etik s'ka mu. Kush vjen dikush i ri që ka kod etik, këshyrët me sy qëtër. Apo këshyrët si njëri huj i arë pi marsta ju, pi tjerët, a kumit pi kajt. Për të arsye, thotë Shekull Islam Ibn Taymija rahimullah, e ka një libër special për këtë punë, thotë qeverisja pa drejt, që mbështetet në interesa personale e shkatron shoqërinë, edhe nëse shoqëria është e mbuluar me parulla fetare. Edhe nëse krejt komuna dhe pasi Islami udhëheqet me hoxhallar dhe me haxhiler, shkatrohet ajo shoqëni. Pse është shndruar në klone interesa dhe në çështje personale. Kur shndrohet në këtë formë, pritë shkatrimin e popullit edhe pritë kiametin. Elusme Allahu azza që Allahu t'i përmirësoj ata që në krye, qoftë krerët fetare apo politik, e pasaj edhe të tjerët, me vetëm qëllim që ta kënaqëmi Zotin edhe të ruhemi nga shkatrimi dhe përmbysja apo kataklizma. Walhamdulillahi rabbil alamin.